Pyetja është, kush është besimtari i vërtet? Zenes se ndjek me vërtet mesuesin e tij. Atëherë kemi këta dy dimensionet. Nëse shikojmë shprehjet që kemi komentuar në dekalogun, është besimtar ose nxënës vërtet ai që zbaton ligjin e hyjt. Asë në perspektivë ligjore që nuk asë gabuar, por edhe këtu nuk shkojnë në persosmëri. Ligjin shpesh transformon jetën tonë, edhe si krishterë, në diçka që është renduar, diçka që ka llollje, diçka që ka frika, gaboj, nuk gaboj, as mekat, nuk as mekat, mundet, zmundet. Po kjo nuk ka thelbi nga jetës e krishterë. Asë një jetë e krishterë jetuar një fije me angst, e kanë zbatuar të gjitha detyra, e kanë lanë diçka mas dërë, e kanë shkelur ndonjë gjëra, ndoshta nuk e din të gjitha, ta shkrupoj shpesh e ban një jetë e krishterë që vërtet nuk asë e lirë, nuk asë në shenë e gëzimit që asë brenda fjala unë gjilli, do me sa lajmin e në mirë. Qa është në vërtet besimtari ose nxënës? Nxënës e vërtet është ai që është në gjashën e në përfyturimin, si thotë librin e Zanafiles, ndaj hyjat. Ai që pratikon një dashuri në gjashën me dashuria e Atit. E kush na zbulon dashuria e Atit? Veti Jezu Krishti. Nuk ka rrugë tjetër. Kemi gjithmonë për me kaluar nëpërmjet Jezu Krishti. Ai na zbulon fytyra e Atit, mendimi i Atit, ndjenjat e Atit për ne. Për të arsye, ai që është ngjashëm me hyjt, si na zbulon e na tregon vetë Jezu Krishti, është nxënës i vërtet. E atëherë spostohet pesha e marrëdhënie me Zotin nga ligji, ne fakti që kemi përmenqenjë gjithmonë ma shumë ngjashëm me Krishtin. Krishti është ligji i ri. Ai përmbledh çdo kërkesa që Zoti ka ndaj nesh.